E çfarë sikur realiteti të mos ishte thjesht diçka që vëzhgoni, por diçka që ju flet drejt për drejt? A ju ka ndodhur ndonjëherë që disa ngjarje të jetës suaj të duken shumë të përputhura për të qenë rastësore? E çfarë sikur universi ju kishte përshpëritur gjithë kohën, por ju nuk ju ishte mësuar kurrë se si të dëgjoni? Për shekuj, ne jemi stërvitur të shohim jetën përmes një lupe të ngushtë të logjikës dhe arsyes. Qysh nga fëmijëria, ne jemi kushtëzuar të besojmë se realiteti është një sistem mekanik i ftohtë i udhëhequr nga shkaku dhe pasoja. Gjithçka që nuk futet në atë strukturë hidhet poshtë si rast, besim popullor ose iluzion, por në fund ju gjithmonë keni ditur se ishte diçka më shumë. Ekzistojnë momente në jetë që sfidojnë çdo shpjegim, momente me saktësi të çuditshme. Mendoni për dikën dhe ju telefonon. Një këngë fillon në momentin e saktë kur kishit nevojë për mesazhin e saj. Një i panjohur ju ofron pikërisht intuitën që po kërkonit në heshtje. Këto përvojë nuk janë rastësore. Ato janë rastësitë, sinjale të hollë dhe të saktë të ngulitur në rrjedhën e realitetit. Carl Jung, psikologu i shuar zviceran, i dha emër këtij fenomeni, rastësinë. Ai e përshkroi si ndodhjen e rastësive të rëndësishme që nuk kanë lidhje shkaksore të drejtë për drejtë, por që kanë një kuptim të pathyeshëm për personin që i përjeton. Jung besonte se këto momente tregonin për një arkitekturë të fshehur të realitetit, një rend më të thellë që lidh gjithçka nën sipërfaqen e asaj që konsiderojmë të vërtetë. Por le të thellohemi më shumë. Para se të zhytemi, sigurohuni të regjistroheni në kanalin ton dhe t'i bashkoheni komunitetit ton, ku do të keni qasje të hershme në video të reja dhe thellime në zhvillimin personal dhe shpirtëror. Tani fillojmë. Nga momenti kur lindim, shoqëria fillon të formojë mënyrën se si e perceptojmë realitetin. Na mësohet t'u japim vlerë sigurisë, logjikës dhe provës fizike mbi gjithçka tjetër. Si fëmijët, jemi natyralisht kurioz dhe të hapur ndaj misterit. Vërejmë modele, ndjejmë energji dhe kuptojmë kur diçka është gati të ndodhë. Por këto instinkte shtypen shpejt. Kur ndajmë një përvojë intuitive, na thuhet se është thjesht imagjinata jonë. Kur perceptojmë diçka përtej të dukshmes, inkurajohemi ta injorojmë. Ngadalë, ky kushtëzim ndërton mure midis nesh dhe njohurisë sonë të brendshme. Rezultati është një shoqëri e shkëputur nga intuita dhe e verbër ndaj rrymave të padukshme që formsojnë jetët tona. Shkollat përforcojnë këtë shkëputje duke shpërblyer memorizimin dhe bindjen, jo kuriozitetin ose introspeksionin. Shkenca moderne sapo fillon të kuptojë atë që traditat e lashta gjithmonë e kanë ditur. Mendja juaj nuk vëzhgon pasivisht realitetin, por e formson atë. Mendimet, besimet dhe emocionet tuaja filtrojnë përvojën tuaj të botës përmes një sistemi të njohur si sistemi aktivizues retikular. Ky është mekanizmi në trungun tuaj të trurit që përcakton se cilat informacione hyjnë në vetdijen tuaj të ndërgjegjshme. Pasi të blini një makinë të re, për shembull, filloni ta shihni atë model kudo, jo sepse sapo ka dalë, por sepse mendja juaj tani është sintonizuar ta vërejë. E njëjta gjë vlen edhe për rastësinë. Sa më shumë të besoni në to dhe t'i prisni, aq më të dukshme bëhen. Por ndikimi i mendjes nuk ndalet këtu. Fizika kuantike ka treguar se vetdia ndikon materien. Thjesht akti i vëzhgimit të një grinke e ndryshon sjelljen e saj. Realiteti, duket, nuk është i fiksuar. Ai është i lëngshëm, reaktiv dhe indikuar nga gjendja juaj e vetdijes. Mendja juaj nëndërgjegjësore vazhdon të kërkojë modele dhe lidhje. Ajo është inteligjenca më e thellë që përpunon informacionet përtej vetdijes suaj të ndërgjegjshme. Kur vendosni një qëllim, qoftë edhe pa e ditur, nëndërgjegjja juaj fillon të përputhet me ngjarje, njerëz dhe mundësi që përputhen me atë dridhje. Kjo është një nga arsyet pse rastësitë shpesh duken kaq personale dhe në kohë. Ato janë pasqyrime të forcave të pavetdijshme që formsojnë jetën tuaj. Sa më shumë që ndërgjegjja juaj është në linjë me dëshirat tuaja të vetëdijshme, aq më të shpeshta dhe domethënë se bëhen rastësi. Njerëzit që përjetojnë shumë rastësi nuk janë thjesht të lumtur, ata janë të sintonizuar, janë stërvitur të njohin dhe ndjekin sinjalet që ndërgjegja dhe universi u sigurojnë. Jetët e tyre lëvizin me një ritëm tjetër, një që duket gati magjistar për ata që janë bllokuar në mendimin krejtësisht logjik. Rastësitë nuk janë thjesht mesazhe, ato janë sinjale drejtimi. Ato mund të konfirmojnë se jeni në rrugën e duhur, t'ju shtyjnë butësisht drejt një të mirë tjetër, ose t'ju paralajmërojnë kur jeni jashtë balancës. Ato janë përgjigje në kohë reale nga universi. Por për të marrë këtë udhëzim, ju duhet të keni vëmendje. Duhet të besoni në intuitën tuaj dhe të jeni të gatshëm të veproni mbi atë që e ndjeni se ka kuptim, edhe kur sfidon logjikën. Rastësitë rriten kur jetoni në përputhje me të vërtetën tuaj të brendshme, kur mendimet, veprimet dhe emocionet tuaja janë koherente. Kjo është arsyeja pse shpesh shfaqen në kohë tranzicioni, zgjimi shpirtëror ose eksplorimi krijues. Ju jeni hapur misteres dhe universi përgjigjet. Para se të vazhdojmë, shpresoj vërtet që kjo video po ju pëlqen. Nëse po, mos harroni ta ndani me çdo që mund të përfitojë nga kjo. Përveç kësaj, nëse doni të mbështesni kanalin dhe punën tonë, mund të lini një donacion duke klikuar butonin faleminderit nën këtë video. Do t'ju jemi përjet mirënjohës.
Dhe tani vazhdojmë. Të mësosh të njohësh rastësinë fillon me një ndryshim perspektive. Së pari duhet të pranoni idenë se jeta nuk është rastësore, se gjithçka është e lidhur. Kur adoptoni këtë mentalitet, filloni të vëreni sinjalet. Rastësitë shfaqen shpesh në 3 forma. Numra përsëritës si 1 ose 2, takime simbolike si një këngë e përsëritur ose një kafshë që kalon rrugën dhe ngjarje për kryer të sinkronizuara që zgjidhen një problem ose udhëzojnë një vendim. Kur ndodh një rastësi, ndaluni dhe reflektoni. Çfarë po mendonit ose ndjenit përpara se të ndodhte? A ju drejton diku ose ju largon nga diçka? A konfirmon një vendim apo ofron një rrugë alternative? Një mjet i fuqishëm për të dekoduar rastësitë është mbajtja e një ditari. Mbani shënim sinjalet, simbolet dhe modelet që përjetoni. Me kalimin e kohës do të vini re shfaqjen e temave dhe lidhjeve. Ky proces përforcon vetdijen tuaj dhe thellohet besimi juaj në inteligjencën e padukshme që drejton jetën tuaj. Njohja e rastësive është vetëm fillimi. Fuqia e vërtetë vjen nga përdorimi i tyre për të formsuar realitetin tuaj. Kjo kërkon 3 përbërës kryesor: qëllim, përputhje dhe veprim. Filloni duke vendosur një qëllim të qartë. Kërkoni nga universi t'ju udhëheqë. Jini specifik në atë çka kërkoni dhe të hapur ndaj mënyrës se si vijnë përgjigjet. Universi rrallë flet në një gjuhë të drejtë për drejtë. Ai flet përmes përvojës, emocionit dhe kohës. Pastaj, përputhni energjinë tuaj. Kur dridhja juaj është i lartë, kur ndjeni mirënjohës, i frymëzuar dhe i lidhur, rastësitë shumë fishohen. Praktika si meditimi, vizualizimi dhe mbajtja e ditarit ndihmojnë në sintonizimin e frekuencës suaj me ritmin e universit. Në fund, veproni. Kur një rastësi paraqet një mundësi, besojini. Mos mendoni shumë ose prisni prova të tjera. Kaloni pragun. Sa më shumë të veproni, aq më shumë universi përgjigjet. Rastësitë nuk janë të rralla, ato janë kudo. Por shumica e njerëzve i humbasin ato sepse janë bllokuar në modelet e vjetra të mosbesimit dhe shpërqendrimit. Në momentin kur zgjidhni t'u besoni mesazheve dhe sinjaleve, gjithçka fillon të ndryshojë. Ndaloni së ndjeri se jeta ju ndodh dhe filloni të kuptoni se po bashkë krijoni me të. Çdo simbol, çdo rastësi, çdo përputhje bëhet një bisedë midis jush dhe inteligjencës më të thellë të kozmosit. Rruga për t'u ndjekur është e qartë. Vëzhgoni, besoni dhe veproni. Vëreni me kujdes mesazhet që i hojnë. Ndiqni fijen e kuptimit. Përputheni me energjinë e rrjedhës. Dhe çka është më e rëndësishmja, jetoni sikur universi të jetë i gjallë, i vetëdijshëm dhe mbështetës i evoluimit tuaj, sepse ashtu është. Tani që keni parë se si funksionojnë rastësitë, si shfaqen dhe çfarë do të thotë, çfarë do të bëni me këtë njohuri? A do ta injoroni apo do të filloni të jetoni me sy të hapur? Rastësitë nuk janë vetëm sinjale, ato janë ftesa. Ftesa për t'u përshtatur me qëllimin tuaj, për të dëgjuar thellë dhe për të bashkëkrijuar me universin në vend që ta kaloni si një gjysmë gjumë. Universi tashmë po komunikon. Pyetja është, jeni gati t'i përgjigjeni? Nëse kjo video ju ka prekur, na e bëni të ditur. Komentoni këtu poshtë me fjalët e kuptova. Kjo është mënyra jonë për të ditur se jeni në sintoni, se jeni një nga të paktët që e perceptojnë vërtet. Dhe nëse keni pasur së fundmi një rastësi, ndani përvojën tuaj. Historia juaj mund të jetë mesazhi që dikush tjetër ka nevojë ta dëgjojë sot.